Policia rrugore në gjithë vendin ka intensifikuar masat për kontrollin dhe monitorimin e gjithë akseve rrugore. Nisur nga një numër ngjarjesh rrugore të ndodhur në periudhën e fundit, ne kemi bërë një përcaktim të njollave të zeza me qëllimin e intensifikimin e monitorimit të këtyre akseve. Në dispozicion të shërbimeve policore ne kemi vendosur gjithë pajisjet dhe mjetet që kemi për kontrollin automatik të gjithë shkeljeve, qoftë të shpejtësisë, parakalimit, por edhe të shkeljeve të tjera të kodit rrugor. Aktualisht jemi në rrugën e Arbrit para tunelit Morizit, një aks i ri rrugor i hapur më së fundi, ku ne si polici rrugore gjatë monitorimit kemi konstatuar shumë shkelje nga përdoruesit e rrugës. Për këtë, po bashkëndojmë dhe koordinojmë me administratorin e menaxhimit të tunelit për të shkëmbyer gjithë informacionin e duhur me qëllim parandalimin e shkeljeve. Pasi përveç nga rëndësia e objektit e këtij aksi rrugor, shkeljet këtu janë me pasojë më të rënda nëse do ndodhin. Nga monitorimi që po i bëjmë me shërbimet tona policore, konsistojnë në tekalim të normave të shpejtësisë dhe kryesisht në parakalim brenda në tunel, që cila është një shkelje tepër e rëndë dhe parashikohet në anenin 174 i kodit rrugor, .1 grama, e cila nuk ka të bëjë me një parakalim të gabuar, por ka të bëjë me një kalim në sens të kundër ose kapërcim të trafik ndarses, e cila parashikohet me dhimi masë të ashpër në kodin rrugor, që përveç masës administrative me vlerë financiare, ka masë plotësuese tërheqje të drejtimit 12 deri në 24 muaj, si dhe zbritje 15 pikëve. Ne do vazhdojmë një intensifikim të lartë të monitorimit të akseve, pasi jemi në fillim të sezonit turistik dhe presim një fluks të shtuar të përdorimit të rrugës nga gjitha mjetet, qoftë shtetas shqiptar, por dhe tuaj. Do t'i bëj një apel gjithë përdoruesve që të respektojnë gjithë normat e përdorimit të rrugës, mos të tekalojnë normat e shpejtësisë, të shmangin parakalimet e gabuara, mos të drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit, me përdorimin e celularit, ndërtuesit e motomjeteve të vendosin kaskat mbrojtëse, gjithë drejtuesit e mjeteve të vendosin rripin e sigurimit, sepse respektimi të gjithë këtyre normave të parashikuara në kodin rrugor do ketë rrugë më të sigurta dhe jetë të shpëtuara. Dhe njëkohësisht do t'i bëj një apel edhe këmbësorëve, nisur edhe nga një numër i lartë ngjarjesh rrugore me pasojë me këmbësor, përveç se ka përgjegjësi drejtuesi i mjetit dhe këmbësorët do të respektojnë normat e përdorimit të rrugës, duke kaluar karaxhatën në një krah në krahun tjetër në vende të përcaktuar për kalim dhe mos ta presin karaxhatën pasi ka të bëjë drejt për drejt me jetën dhe shëndetin e tyre. Njësia 1 më dëgjon. Me 10 masa debitor, është një mjet i bardh. I lutem, paraqit pak dokumentacionin e mjetit dhe lejen e drejtimit. Arsye ndalimit është sepse qarkulloni me masa të paligujduara. Nëse ju keni një mundësi për të ligujduar këto masa administrative momentalisht, nuk të rriqet dokumentacioni. Keni një Volkswagen debitor 11 masa. Përshëndetje zotëri. Arsye ndalimit është pasi mjeti juaj rezulton debitor nga pajisja inteligjente Scout. Do t'ju të rriqet leja e qarkullimit deri në momentin e shlyerjes të masave debitore. Arsye e ndalimit është për masa debitori, e konstatuar nga pajisja Scout. Të lutem, një leje qarkullimi dhe një leje drejtimi. Ke 6 masa të parktuara. Do të mbahet leja e qarkullimit derisa të shlyesh detyrimet. Përshëndetje. Njësia profesionale për sigurimin rrugor jemi, arsye e ndalimit është tekalimi i shpejtësisë. Të lutem pak lejen e drejtimit dhe lejen e qarkullimit mjetit. I konstatuar me 96 km. Arsye e ndalimit është tekalimi i shpejtësisë. Lutem pak patentën dhe lejen e qarkullimit.
Shpejtësia e lejuar është 80 km/h, gjeni konstatuar me 126 km/h. Dëshiron të paguash dy fishën e masës maksimale apo do të pezohet leja e drejtimit? Kuptova. Bëni kujdes, kalofshim. Lutem, paraqit pak dokumentacionin e mjetit dhe lejen e drejtimit. Ne jemi si operacionale sigurisë rrugore, arsyeja e ndalimit është e kalimi në orat të shpejtësisë. Jeni konstatuar me radar. Ju jeni një drejtues i ri në mjet, jeni duke përdorur një mjet me fuqi motorike më të madhe se 55 kW/ton. Pra, çka do të thotë të pezullohet leja e drejtimit 6 muaj deri 1 vit, vetëm se ju përdorni këtë mjet. Dhe shpejtësia juaj është 132 km/h. Rregull? Arsyeja pse e ndaluar është shpejtësia. Arsyeja e ndalimit është e kalimi i normave të shpejtësisë. Arsyeja pse e ndaluar është e kalimi i kufive të shpejtësisë.